Okej. Se tani mbetet për të sqaruar se ekstradimi është gjë tjetër. Është deportim, është një mënyrë, një marrëveshje. Deportimi nga kush? Nga Dubai. Nga Dubai. Është një marrëveshje. Pra nuk është një zgjedhje. Është një marrëveshje pas kuindave. Po. Një marrëveshje do të quhet e fshehtë e policisë shqiptare, autoriteteve shqiptare me autoritetet e Dubait për të gjetur një mënyrë, një zgjidhje për të deportuar pra nga Dubai, për të sjellë në Shqipëri eksponent të botës së krimit, të cilët autoritetet shqiptare prokuroria e posaçme i kërkon për vepra të rënda penale. Dhe për të realizuar këtë marrëveshje ka ndërhyrë edhe Interpoli, që është faktori kryesor për deportimin e eksponentëve. Pra policia thua i kërkon policisë së Dubait që të gjenë një mënyrë deportimi për të sjellë pra eksponent të botës së krimit për vepra të rënda penale, vrasje deri në burgime të përjetshme. Për të sjellë nga Dubai drejt Shqipërisë. Dhe kanë gjetur këtë lloj mënyre dhe bëjnë nga Dubai çojnë në Stamboll, pra në Turqi edhe personat e parë të botës së krimit të ardhur nga Dubai dhe që janë dorëzuar drejtësisë shqiptare kanë çuar nga Dubai në Stamboll dhe më pas i kanë sjellën në Shqipëri dhe ato po të njëjtë deklarata kanë dhënë. Copy-paste Florent Çapi ku kanë deklaruar që nuk jemi ekstraduar, por kemi ardhur vetë. Por është një pyetje shumë e thjeshtë dhe logjikshme. Kush është ai që do të shkojë vetë para drejtësisë të bëjë burg? Duket pak si e pambesueshme. Nuk është se nuk ka ardhur në raste të tjera. Kemi patur edhe një gjë. Kemi patur një rast s'pakun, nuk po flas për burgim përjetshëm. Është një rast i parë fare. Ka qenë një rast për cilin mbaj mend. Ka mbaruar ai gjyqin tu dhe nuk ishte dënuar. Jo, ka qenë një rast, po ajo ishte për skem mashtrimi, evazioni fiskal dhe ka qenë një rast tjetër. Megjithatë, që di që është ka ardhur nga Dubai. Me dëshirë ishte letra nga avokati, me dëshirë u publikua letra që duat vi me dëshirë. Kuptoj, okej, mirë. Po ka letra me dëshirë që unë duat vi. Dakor. Pra ti thua që Florent Çapja nuk e ka një kërkesë të tillë që të vi me dëshirë, pra për te sjelljes, po juridikisht thua nuk e ka një gjë të tillë. Ne duhet të bazohemi te dokumentet, te faktet, te provat. Dhe juridikisht, zyrtarisht nuk e ka një kërkesë të tillë. Por nuk mund ta besoj dot që mund të kenë ardhur me dëshirë. E kuptoj. Megjithatë, ndalemi pak këtu se ma kanë nxjerrë regjia. Atëherë policia e shtetit edhe komentin, lutem regjia, komentin e Çapës që e kishim në edicionin e lajmeve pak më përpara. Policia e shtetit ka thënë, policia e shtetit në vërim të bashkëpunimit mjaft të mirë me partnerët si në aspektin hetimor, ashtu dhe në ato operacionale, dhe si rezultati shkëmbimit të menjëhershëm të informacionit me strukturave të specializuara për lokalizimin dhe kapjen e shtetasve në kërkim ndërkombëtar me qëllim ekstradimin pas ditën e sotme do të finalizojë me sukses një tjetër fazë të operacionit ndërkombëtar të koduar The Wanted. Në kuadër të këtij operacioni pritet që pas ditën e sotme të finalizohet me sukses ekstradimi nga Dubai i të shumë kërkuarit Florent Çapja, 44 vjeç, banues në Elbasan. Për informacion më detajuar do t'japim njoftim në momentin e finalizimit. Ky ka qenë ligjërisht Flori nuk është ekstradim. E thash, e shpjegoj, është dëbim. Kanë gjetur një mënyrë për të sjellë në Shqipëri. Pra komunikimi i policisë tua nuk qëndron. Kjo marrëveshje është fal, një marrëveshje që ka arritur ish ministri i Brendshëm Tauland Balla, sa kohë ku zhvillohet disa takime në Dubai me autoritetet në Dubai, në Emiratet e Bashkuara Arabe, për të gjetur një mënyrë se si eksponent të botës së krimit, pra me ndërhyrjen e Interpolit. Interpoli është kryesori në këtë ekstradim në thonjze, se nuk do ta quaj ekstradim, për të sjellë pra personazhe të botës së krimit nga Dubai në Shqipëri dhe kjo duket që po realizohet me sukses. Kanë gjetur një mënyrë për të sjellë në vendin tonë. Po cila është mënyra? Nuk rinovohen letrat, nuk rinovohen dokumentat në Dubai, se dikush nuk mund qëndrojë në... A blihet pasaporta në Dubai, se nuk mendoj që këta njerëz nuk janë fort të fuqishëm për të... Po ta vesh ekstradimet bëhen nga Ministria e Drejtësisë. Bëhen nga Ministria e Drejtësisë. Po. Ministria e Drejtësisë ka tagrin ligjor për të bërë ekstradime dhe për të dërguar... Pra jo nga policia e shtetit. Po, dhe shohim që po merr edhe policia e shtetit. Mirë, po ekzekutimin do ta bëj policia e shtetit. Policia do bëj ekzekutimin kur të vinë në Shqipëri. I vendos prangët dhe dërgon para gjykatës Kespaku. Kurse procedurën ligjore të gjitha i bën Ministria e Drejtësisë. Kam një pyetje, nëse Florent Çapja, regjia nuk e di nëse e kemi apo jo komentin e tij. Ose të paktën ma e sillni të shkruar që ta citoj 100%. Në rastin e Çapës, në momentin që ai është një zonë neutrale, kjo është pak edhe ligjore, po besoj mund të kesh ndoshta një opcion. Në momentin që ai është një zonë neutrale dhe kalon për të ardhur në Shqipëri, si vjet në ndjeni policia? Policia shqiptare nga Interpoli. Po, sepse policia shqiptare është ajo që ka prit ka... Florent Çapja në Dubai dhe personazhet e tjerë që kanë ardhur në Shqipëri ndalon Interpoli, ndalon policia shqiptare.
Interpoli bën ndalimin e gjithë personat të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Ku? Prandaj thash, në të gjithë botën. Nëse pretendimi Florenc Çapja është që unë kam qenë në një zonë neutrale. Në të gjithë botën, kudo. Nëse ti je në kërkim, Interpoli të ndalon. E ndalon, Igor ose Flori në Dubai. Dubai nuk ka marrëveshje ekstradimi me Shqipërinë. Dakor, po Dubai... Dhe qëndron në Dubai. Tani kanë gjetur një marrëveshje, se dim se çfarë marrëveshje kanë kryer, çfarë kanë bërë. Dhe është kjo mënyra e dëbimit. Pra në momentin e parë që ai del nga Dubai, Interpoli e ndalon direkt arrestohet. E kuptoj, pra është shoqëruar thuaj që nga Dubai. Prandaj them që mund të kanë bërë një marrëveshje që ti mos ma ekstrado mua këtë person, por ti dëboje çoj në Stamboll, në Turqi. Në Turqi kemi marrëveshje, tak, arrestohet në Turqi dhe merret sjell në Shqipëri. E kuptoj. Pra klauzula ligjore. Ka diçka të çuditshme, se të gjithë personat e ekstraduar nga Dubai janë dëbuar dhe kanë shkuar të gjithë në Turqi në Stamboll. Si ka mundësi vetëm në Stamboll? Vetëm në Turqi. Pra është një metodë, kanë gjetur një sepse besoj që mund të jetë edhe lidhja. Mund të jetë edhe lidhja e shtetit në fluturim apo jo? Ne kemi edhe fluturime të drejtë për drejta me Dubai. Okej. Regjia nuk e di nëse e kam, të lutem, deklaratën. Mirë, ma jepni atëherë pa kronikën për të kuptuar edhe për çfarë bëhet fjalë.